Raporti vjetor i Transparency International për vitin 2025 tregon një rënje të ndjeshme të Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit. Sipas organizatës ndërkombëtare, vendi ynë ka humbur 3 pikë krahasuar me vitin e kaluar, duke zbritur në nivelin e 91, ndërsa 180 vende të rënditura globalisht nga vendi i 80 që ishte në raportin 2024. Rënja e Shqipërisë me 11 vende në rënditje është më e theksuar se ajo e vendeve të tjera të rajonit. Transparency International vlerëson se korrupsioni është përkeqësuar në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por vendi ynë ka shënuar rënje më të madhe. Kosova ka humbur 1 pikë duke u vlerësuar me 43 pikë, Bosnia me 1 pikë, ndërsa Serbia me 2 pikë, Malizi dhe Maqedonia e Veriut kanë ruajtur të njëjtin nivel perceptimi si në vitin 2024, me Malinezi të konsideruar deri në këto momente më i miri në rajon sipas raportit. Raporti i Transparency International thekson se rënja e Shqipërisë reflekton sfidat e vazhdueshme në luftën kundër korrupsionit, nevojën për institucione më të forta dhe për transparencë më të madhe në sektorin publik. Organizata theksojnë gjithashtu rëndësinë e veprimeve konkrete për të përmirësuar besimin e qytetarëve dhe të investitorëve ndërkombëtar, duke nënvizuar se lufta kundër korrupsionit mbetet një faktor kyç për zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin politik të vendit.